Shikues nderuar, përshëndetje, po rikthehemi sërish me podcastin e FFK-s për të vazhduar me një episod tjetër që do të sjellë një protagonist tjetër shumë të rëndësishëm të futbollit Kosovës, përkatësisht të ekipit ton kombëtar. Futbollistin e vitit të vitit 2020 dhe një prej më të shquarëve të këtij viti, Mergim Vojvodën, i cili në podcastin e FFK-s do të sjellë rrëfime për atë se si e ka parë zhvillimin e ekipit kombëtar të Kosovës, sidomos këtë vit, por edhe në përgjithësi më pas do të flas edhe për sukseset e tij me skuadrën e Komos, pak edhe për jetën personale dhe për gjëra të tjera që nuk i ka folur mbase deri më tani në media. Përshëndetje Mergim, apo na dëgjon? Përshëndetje Bajram, po, shumë mirë. Siç edhe po shihet, Mergimi nuk është në Kosovë, është në Itali, është në angazhimet e veta me Komon, por në fillim të kësaj bisede do të flasim për Kosovën, sepse besoj që sidomos këtë vit ekipi kombëtar ka qenë prioritet edhe për të, edhe pse besoj gjithnjë, por sidomos këtë vit pas parasysh fushatën kualifikuese që e kemi pasur. Mergim, tashmë kanë kaluar 2 javë që prej ndeshjes së fundit të kualifikimeve të rregullta për botrorin e vitit të ardhshëm, apo mendon akoma për fushatën kualifikuese që e kemi pas, dhe nëse po si po ndihesh pas këtyre 6 ndeshjeve dhe një periudhë intensive prej shtatorit deri në nëntor? Po, me të vërtet Bajram ka qenë një kampanjë shumë e mirë dhe është një sens se besoj se shumë pak prej nesh që e kena përjetu, e kena prit këtë farsajnë më kualifiku në play-off, sepse kemi pasur një grup shumë të fort me kombëtare shumë të forta dhe që shedin ti nuk është lehtë, edhe pse shumë njerëzi nashta që e njohin ma pak futbollin, si për shembull nuk e di prindët e mi apo thoshin keni më kualifiku lehtë, ama është një sens na që e dim që jemi në ato, u ka një sens shumë i vështirë. Edhe për ata besoj se jemi shumë të si çdo lojtar, si njerëz stafit, shumë të lumtur që kemi arrit këtë objektiv me shkon në play-off. Ka qenë janë 3 muaj shumë të vështirë, sepse si janë kanë lojë tension intenziv bashkë ashtu, sidomos mas lojës së parë që kemi humbë sepse kemi humbë, nuk e kemi merituar atë rezultat, ama mas asoj loje kanë pasur edhe shumë njerëz që i kemi dëshpëruar shumë njerëz, kështu që besoj se ka qenë një rrugtim shumë i vështirë, ama më në fund shumë i mirë. Mergim, e the mjaft mirë tash në fund, ka qenë rrugtim shumë i vështirë, por shumë i mirë dhe shumë pozitiv, me rezultate le të jemi realist befasues për nivelin e opinionit futbollistik, sidomos në Evropë, që nuk ka pritur që Kosova të përfundoj para Suedisë dhe Slovenisë në këtë fushat kualifikuese. Nëse flasim për ndeshjet veç, e përmendën ndeshjen me Zvicrën, humbëm keq me rezultat, humbëm disa lojtarë për shkak të lëndimeve. Sa ishte e vështirë për ju që tashmë jeni pjesë e gjeneratës së vjetër të futbollistëve të mbledheni së bashku me Vedatin edhe me të tjerët që kanë qenë në ekip para ndeshjes me Suedin, të merrni kontrollin e ekipit dhe si themi të shkundni këta djemë të ri që të hymë në një ndeshje me një rival shumë të fortë si Suedia dhe të arrijmë fitore? Po, nuk është lehtë, sepse tash na e vërtet se kemi pak më shumë eksperiencë, e din se besoj se si për mua, si për Vedatin, Amirin, na që jena pak më herët, e dim se kena një dëshirë shumë të madhe me arrit diçka me Kosovën, edhe kështu që presioni është pak ndryshëm për ne edhe për ata që nashta është kampanja e parë se po luajnë, për ata lojtarë të ri që kanë ardhur. Edhe mas asaj ndeshje, e vërtet që e kemi një vetëm pak keq, edhe që jemi mbledhur kur kemi pas lojën me Sloveninë, edhe e kemi ditë që duhet me marr pak responsabilitet më shumë, edhe me ditë që duhet me bën diçka për me ndru senet, edhe besoj se edhe kjo gjenerata e re që ka ardhur na ka ndihmuar shumë, sepse janë shumë djalosha që ngojnë, që kanë shumë qef me arrit diçka, nuk janë djemë se veç vinë me lu me kallëzu veten, jo, kanë qef me lu për ekip, kështu që është një sen shumë i madh, edhe besoj se pas asoj loje me Zvicrës kemi vendosur me qenë shumë më kompakt, edhe pse nuk na konvenon të gjithëve me lu
një futboll nashta se me prit për mas apo mi prit ekipet e me shku në kundërshtorm, po e kemi vendosur ato, besoj të gjithë me trener, me staf, me lojtar, sepse kur jeni fasi se atëherë që janë nisëm se e hopëm lojën e parë as shpell, duhet me reagu ndryshe, kështu që i kemi shtengu dhamtë edhe besoj se pastaj edhe me kualitet që kena me në kundërshtorm, që kena lojtar shumë të shpejt edhe mbrojtje që kemi lu shumë mirë, kemi lojtar të ri që kanë tregu veten. Besoj se kemi kthy rezultatet edhe kjo ka qenë besoj reagimi i saktë, sepse u duft mi kthy gjërat edhe pas s'po di eksperiencës që e kena nashta, e kemi ditë që u duft gjithçysh prej atë lojës me Slovenin me kallxu diçka tjetër, edhe për atë sen unë kur e kom pas intervistën para loje, kom thonë më duke se i kemi hupe që thash jo 3 A kena pikë, hup 3 pika 10. po 10 pikë. Edhe pastaj kemi tregu se një kombëtare fort edhe një kombëtare me eksperiencë, sepse besoj me na pas ndodhur që kjo shumë më herët nuk shumë ditë me çukurit edhe kjo është domethënë se kemi marrë edhe kemi fituar edhe në eksperiencë dhe është një gjë e mirë. Mergim, jeni një grup i futbollistëve që tash është që 9 vjet, pothuajse 10 vjet pjesë e ekipit kombëtar, e përmende Amirin, Vedatin, ti, Miloti, Kod gjatë në ekip kombëtar kanë edhe Aro, Edoni, Valioni, edhe disa lojtarë të tjerë. A është pikërisht eksperienca që tashmë e kemi si ekip, ajo që ka ndihmu edhe ka pas rolin vendimtar edhe kryesor në arritjen e këtyre rezultateve në 2 vitet e fundit në përgjithësi, jo vetëm këtë vit, po edhe në vitin 2024. Po, në besoj përgjithësisht që tashmë ju jeni mësuar me marr kontrollin në ekip, në zhveshtore, te lojtarë të ri, edhe me i drejtu disa gjana për mënyrën se si luhet, normal bashkë me trajnerin. Unë besoj se plotësisht është ajo që na ka munguar ashta edhe më herët. Në lojë me Çekin, lojë me Maqedoninë. Kur patëm fitu kundër lojës në Sloveni që fitum, edhe pastaj folshëm që me lojtarë dhe theshëm kur e kena pas atë rastin Çeki që të fitu 1-0 që pa 2 gol atë me kry. Në atë moment jena kot këtë 3 edhe qëllimi më duket i secilit nuk u kon ashta fitoria ose me ndru lojen, me luaj edhe gol prap. Kryesora me fitu, u kon vetëm unë të luaj mirë edhe ndodh çdo, ama unë do të me luaj mirë. Ai tjetri do i kemë luaj mirë, ky tjetri me luaj mirë edhe ashtu rrezikon sepse kur nuk ke eksperiencë lije të luaj Çekia të fiton 1-0, e ki publikin kundër rrezikon sepse çashtu ndodhet tani e hupëm lojën. Ama tash është ke diçka tjetër. Nuk jena për shembull të menuar, unë me luaj mirë normal si duhet, ama kryesorja është rezultati në fund si ekip. Edhe besoj se kjo kur je pak më i pjekun kur i ke do kampanja ndryshme e din që është rëndësia në fund, edhe din që nuk do me thotë që e lun 1 lojë, 2 lojë, e ke bon, nuk është sprint, po është maraton që thonë, edhe është shumë 3 muaj shumë gjatë. Edhe besoj që kjo ka qenë një forcë shumë e madhe sepse na kemi eksperiencë, edhe kur futëm në fush, për shembull edhe do lojtarë që s'kan luajë, që janë hi më herët, si ma vonë si Valoni u hi do loj, Miloti u hi do loj, hin me një mentalitet ndryshe, apo nuk hin na hina se e dina që duhet minimum për me ekipit edhe që na vyn 3 pikë ose me mojt rezultatin ose abdin, edhe besoj që është shumë rëndësi ti kur e kqyr për shembull çdo kombëtar të fortë si Kroacia, Franca, kreti ka do lojtar që janë më të pjekun, që kanë më shumë eksperiencë, sepse vjen freskia e lojtarëve të ri, po të vjen edhe përveç pjekurisë edhe eksperiencës, përmende mentalitetin. A është mentaliteti një tjetër atribut që ka pas rol shumë të rëndësishëm këto rezultate që kemi marrë tash, qasja e skuadrës dhe fakti që për secilin prej futbollistëve ekipi ka qenë prioritet edhe mbi angazhimin ose lojën personale të tij. Po, në besoj se ato ka qenë pika kryesore, besoj se ka qenë me ditë se nëse ban kombëtarja mirë,
Edhe unë e bëj mirë. Bravo, kom e kon mirë për të gjithë. Nëse ban veç një lojtar mirë, nuk as nuk i më duk edhe nëse i ban 2-3 golla. Besoj që ato e kanë kuptuar këtë lojtar. Si Florenti, unë shpesh e marr shembull Florentin, lojtar është lojtar top, ama kur e sheti për shembull çfarë lojtar është me top, edhe ç'a ban pa top si ngan, si vrapon, është një sens që ti thua Për Muslin. Bravo. Jo Adërgjonin. Jo, po jam të thonë për Florian Muslia. Edhe do të thonë se ai për shembull kur të jep një gol, që ka jep gol, edhe ti thu, okay, ai mendon vetëm me jep gol, ama nëse e jep gol edhe hub 2-1, nuk njihet sen, edhe ai do me jep gol me mojtri son me fitu lojën për më një më shumë, edhe ai jam besoj se këtë lojtarët e kanë kuptuar sen, edhe ai është një sen se mentaliteti ka ndryshuar. Në këtë ndryshim të mentalitetit nuk mund të i kalojmë mbas edhe kontributin e lojtarëve të ri që ndoshta për dallim për Juve, kur keni qenë të ri, këta po dokën ma të dëgjueshëm, ma të fokusuar te ekipi se ju. A mundesh me thonë kështu? Po se vjen pak mërzinë është ta me thonë veç, a është çashtu? Jo, çashtu është se mua më duket se edhe kanë dikan shembull për shembull, Abdin, e kanë dikan kanë me vet. Na kur jena në fillim nuk kemi pas dikan më na tjetër, e vërtet. Po dhe na kom gati krejt njëjtën pakasisht njëjtën moshë edhe po nuk kërkush nuk ka përjetuar më kualifiku për ndaj kupë botërore apo ndaj shoqata, nuk po di. Na këta ndryshe se e din, na kanë kthyer në televizor, e kanë po, edhe këta kanë vujt nashta kur nuk janë kohë thirrën, edhe tash është ndryshe, na të njëherë nuk e kena pas kthyer Kosovën, ja nuk u kualifiku ndryshe, besoj se tash kanë edhe po vesen edhe po e din edhe është një sen se edhe këta e kanë shumë dëshirë më kualifiku, kështu që është një sen i mirë për ta, mo që na ka mungu më herët. Të kisha vetë cilin prej trive e kishe vequ, po ma mirë s'pendojna me emra asnjë për lojtarëve të rija, po. Me të vërtet vallë. Jo vetëm për lojë, po për mentalitet edhe për çastin përgjithësi po mendoj. Mu më të kallzu shumë sene që janë do lojtar të ri që i bojnë që nuk e di ai kështu bona, për shembull për t'i marrë Ilirin, Mulin, Muharremin, Zabergja, Dioni, po shumë lojtarë që vinë për shembull për Ukrainë që udhtojnë, po. Udhtojnë bojnë gati 2 ditë udhtim për më ardh me lu, edhe është një sen që nashta shumë pak e din, ama nuk e di ai kishin bërë shumë lojtarë për më shku me lun kombëtare. Edhe për ata nuk di me ta thonë emrin, po krejt lojtarë të ri që janë ardhur me të vërtet kanë shumë dëshirë me bë diçka mirë, edhe me jep kontribut për kombëtarën. Nëse i kishe veçu njërin prej këtyre 3 fitoreve që i patëm në këtë fushat kualifikuese, cilën e kishe veçu? Suedin shpe, Suedin jashtë apo Slovenin? Jashtë. Unë kisha thosë Suedin jashtë. Suedin jashtë? Suedin jashtë. Loja në Suedi jashtë ka qenë me të vërtet më kujtohet një ditë para loje që e baj shumë herë vetëm 1 pikë, dhe shumë me mujtë me qenë 1 pikë, kemi shumë gjasa me bë diçka, e pastaj kur e fitum lojën edhe për mu stadiumin Suedi ka qenë si me lunë shpe, ka pos shumë tifos. Jo me Suedi, edhe në Basel ke njëjtë, edhe në Ljubljan ke njëjtë. Okay, për atmosferë po flas. Atmosfera ka qenë me të vërtet në Suedi top. Çdo ku këshushe poshe flamor, pastaj si çush ka shku loja në fund që na dominuan edhe e poshe dëshirën që nuk dojna me pranu gol, edhe dojna me fillu këtë lojë gjithsysh, edhe mu kur e kemi fituar atë lojë e kom ditë që edhe tjerat edhe në Sloveni kanë me fitu. Mergem, është një periudhë 2 vjeçare që është goxha e suksesshme. Pak a shumë po përngjan me periudhën kur ke qenë më i ri dhe vitet e para të ekipit kombëtar, vitin 2018 dhe 2019, por që më pas nuk u përmbyll mirë me atë humbjen që ki dhe me humbjen më pas në play-off me Maqedoninë. Eksperienca a do të ketë rol që tash të mos përjetojmë një zhgënjim të tillë? Po shpresoj se eksperiencën që kemi kaluar me Maqedoninë nuk do kthehet tapet, po nuk do me thonë se tash ke pas eksperiencë kemi u kualifiku let. Është një gjë që do të me ditë se është si finale, do me thonë edhe do të me thonë që shpresoj mi pas
krejt lojtarët në formë të mirë, sepse ka shumë gjëra që mundin të ndryshojnë lojën, edhe besoj se mi pas pori krejt lojtarët në mirë, pastaj është një finale, nuk e di Plot njerëz po thonë që po lyna më mirë jashtë se sa në shtëpi viteve kohëve të fundit. Çush e sheh për ballën e parë me Slovakinë? Po në shoh me të vërtet 50-50, sepse është nuk është një kundërshtar që thot ka ra Turqia për shembull jashtë, i shka shumë vështirë. Për mua me na pasro Turqia jashtë ose në sen i shka shumë vështirë, po bjen Slovakia, pastaj e din se e ki finalin lojën e fundit në shtëpi, të jep një kuraj më shumë edhe besoj se nëse i merr parasysh lojtarët e Slovakisë dhe lojtarët tonë jena pak ato 50-50. Njëjtë. Kështu që shpresoj vetëm se do jemi shnosh edhe mirë edhe të kemi edhe tifos në mbas nesh edhe atje, po është finale. Nuk e di edhe nuk di çfarë më tha mos finale, është shumë vështirë. S'po të vesë për ndeshje veç, po në përgjithësi sa je i bindur thellë në vete për kualifikimin eventual në kampionat botëror. Edhe nëse arrihet edhe ndodh, çfarë do të thoshte kjo për ty? Për ty dhe për krejt Kosovën. Në menin tënde. Për mu besoj se më kualifiku i shkon ëndra më e madhe sa i përket futbollit. Besoj se e kam pas ëndër për që jam fëmijë me lu një kupë botës, edhe me lu me Kosovën, për mu i shkon me të vërtet ëndra, edhe nuk kisha mujt edhe nëse futbolli kryhet mas kombëtarës, për mu i shkon ëndra futbollistike si fëmijë mu ka realizu maksimumi. Kështu që për mu është para menu është gjithçka, kështu që koncentrimi, qëllimi është me fitu, me kualifiku i zeshysh, ama thash janë shumë faktorë që du të më marrë parasysh edhe nuk është nuk kam më letë. Nërgjim, falem këtë pjesë të partë bisedës për ekipin kombëtar, po e përmbyllim pjesën e ekipit kombëtar me shpresën se kjo ëndër do të realizohet edhe që është qëllimi më i madh. Të flasim tash pak për karrierën tënde tek klubi, tek Como, je për kohë të gjatë në futbollin italian. Si po ndihesh tek Como pas 5 viteve të Torino, a? Po, 4 vite gjysë në Torino jam kon. Tash gati në shkurt i baj 1 vjet këtu në Como, sepse jam transferu dimnit, edhe me të vërtet top, super. Si që është të nashku, si që kam planifikue, si që kam projekti, që më kanë tregu, besoj se gjithçka u të shkue ma mirë se që kam menu edhe kjo është një gjë shumë mirë si për mu, si për klub, si për gjithçka, sepse kur kam do të më marrë parasysh se Como para 2 vjetë u kam Serie B, kështu që është një hap shumë i madh që kemi bërë deri tani. Po punon me një trajner që si futbollist ka qenë emër goxha i madh. Çfarë mentaliteti po provon Cesc Fabregas të fus në skuadër, në ekip, por edhe në përgjithësi në klubin e Komos, nga eksperienca e madhe që e ka me Arsenalin, Barcelonën dhe Chelsean? Mentalitet kampion. Se na e dim që me të vërtet Fabregas është kampion. Edhe çdo herë se kemi lojë, ndeshje apo mas fitorëve, ai na shtin kry me menu si kampiona. Na thot, ok, gëzonu që tash, ama mos u gëzoni shumë, sepse nuk u kry, kemi lojnë tjetër, duhet me fitu lojnë tjetër, edhe ashtu menojnë avdin kampionat e vërtet, sepse ti nëse do më bo kampion, të mi fitu goti 90% ndeshjeve, edhe ai për i me e ka mentalitetin e kampionve, edhe na shtin me menu që ashtu. Pastaj është një trener se din me menaxhue jo ekipin, po klubin super, sepse ai besoj vendos gjithçka në klub. Ai vendos gjithçka në klub, a? Gjithçka në klub. Edhe besoj se kam bën mirë presidenti mi ano, që më thon Chelsea të ndor, sepse din që shkojnë senet edhe i ka bën gjëra shumë mirë si në transfere, si
mënyrën si lujna, si e din kur me ta jep, sa ditë me t'i jep pushim, e din çka kanë nevojë lojtarët, kështu që besoj se menaxhon shumë mirë këtë sen. Personalisht si po ndihesh me të, duke pas parasysh që ai vjen nga një mentalitet i klubeve në cilat ka pëlqejet shumë të luhet futboll, të luhet, të mbahet topi, të qarkullohet topi, si po ndihesh ti në fushë dhe çfarë instruksione po t'jep? Çka po thot për mbajtjen e topit ty vet? Po mu më pëlqen shumë. Mu më kujtohet që ai na patëm lu Torino Como, edhe unë nuk isha hiç në lojë, edhe më tha në pjesë dytë më tha që Mergim më pëlqen shumë që shluna dhe martina. Edhe unë i thash, s'po dija, vëdin. Edhe më boni, mu më pëlqen si lojtar të kum pa lojën e parë me kundër Milanos, edhe pe lojën e parë du me të martina. Edhe stili qysh luajn Como, qysh luajke Como, qysh luajn kë më pëlqen shumë sepse është një stil shumë me posedim topit, me pasime të shkurta, edhe ka qef me pas topin për tokë, jo me topa gjatë, edhe është një sistem se mu më pëlqen shumë. Pse s'po kallzon këtu që am ke kallzu kështu, kur kena biseduar e ti? Çfarë të ka thonë për ti që e mban topin mbrojtje? Që o problemi i jon komunikim non stop. Fabregas është një trajner se ka qef shumë me rreziku. Po une, u që dita kur më boni, ani mirë, po mos rrezikoj shumë. Qështu tha, unë kom pa lojtarë që rrezikojnë, po jo qështu, a? Po, kom pa lojtarë që rrezikojnë, ama mos rrezikoj shumë. Qa kish buaj me ju pas në ekip ty, Aron, Ljumboardin? Au. Ishte pru pak. Ama për një me, ka njëherë mon meeting, vetëm se jemi 2-3 lojtarë që rrezikojnë shumë. Edhe ka qef, me të vërtet, ka qef, ama duhet edhe ai na tregon se duhet me ditë momentet kur me rreziku, duhet me ditë momentet edhe kjo sjell përvoja, vëdin. Ama mu për me si lojtar unë shtin mu rrit shumë sepse jam të mësu gjëra që më pëlqejnë mu edhe është një sen shumë i mirë. E the që ai po tenton të instalojë mentalitet kampionit e Komos, cili është synimi i vërtet i Komos këtë vit? Jeni duke shku shumë mirë, duket jeni në seri për 12 ndeshjeve pa humbje, apo? Po, kemi humb vetëm lojën e parë kundër lojën e parë, jo lojën e tretë, më duket kundër Bolonjës, atje në Bolonjë. Për ndryshe akoma nuk kemi humb, edhe është të shku shumë mirë, ama synimi besoj se është me konë në Europë, ato Europa League, apo nuk po du me folë shumë. Me guxu me synu Champions League-ën pak? Ato diko nuk i di, tash kemi dy lojë transition kundër Inter Milano dhe Romës, kështu që tek qyrum ku jemi mas këto dy lojëve, ama synimi është po, ndoket se me konë absolutisht në Evropë. Por e mënyrës që po flet, i bie që as nuk po e mendon aktualisht ndonjë lëvizje ose largim prej Komos. Me të vërtet deri tani jo, sepse e di që trajneri ka shumë besim në mu. Po pas besim në të ryt pak më shumë Mergim, se tash s'po luajnë shumë sa luajë. Po jo, nuk do me thonë sen ato, sepse me të vërtet jemi shumë lojtarë edhe për atë sen, besoj se ekipi është të shku shumë mirë, sepse çdo lojtar që ndron ose e shtin një tjetër. Ka nivel për afërt, ai që hyn. Po e run nivelin e njëjtë, kështu që është shumë e rëndësishme, dhe ai na thotë, është shumë e rëndësishme me lu të gjithë edhe me kon adin me pas kontributin të gjithë me jep, sepse nëse luajnë veç 11 lojtar, vjen koha që çata 11 lojtar shkojnë. E kur ishte ata të tjerë, masi nuk mundesh ti me mojt nivelin e njëjtë. E për çata na jemi 4 mbrojtës djathtë, kështu që për çata është pak vështirë adin me lutar tankuën. Ama edhe ai që është luaj është pozitën e re që po luan shumë shpesh më i avancuar më lart në fushë. Po, edhe atë pozitë më ka shti me lu, më ka thonë se kam nevojë se janë kanë 3-4 lojtarë që ka vetli 3 të lënduar, edhe më ka thonë kam nevojë se me lua në atë vend, e di që mundesh me lu, e di që teknikisht më jep zgjidhje, a ke mundësi me ndihmu, i kum ndihmu, kum lu, kemi lu mirë, kemi pas fitore, kështu që kishën u gol. Kom shënu gol, pastaj normal kur të luan në një tjetër pozicion, është një lojtar që luan mbrojtës djathtë. Edhe në ato 8-9 lojë, edhe ai e luan mirë, pastaj kur u kthyn ata të tjerë që kanë investuar 100 milion në lojtarët anësor krohet, vështirë abdin me thonë, ama
e din se ka besim mua, jam lejtar që se mu i ndihmoj shumë ekipit edhe unë nuk kam me të vërtet nuk kam problem në atë aspekt, e jep i gjithë 100%, e di që nuk është një trajner se e zgjedh një tjetër se i pëlqen apo jo, e ban atë më të mirën për ekip, edhe nëse mu i ndihmoj ekipit jam shumë i lumtur, nëse jo vazhdoj me punu për me marrë shansa me lujt, ama në lëvizje në i fat nuk e besoj, jam mirë këto, më dojnë shumë, më kanë respektu shumë pas që u largova pe Torinos, më kanë bërë një respekt shumë të madh që nuk do harroj kurrë, edhe më kanë ndihmu fort, edhe kjo është një për arsye sepse du më javë jep për du më javë kthy me një sen shumë të mirë. Nërgim, numri kosovarëve tash në Serie A është rrit, mbrëm Amiri është shpall, ka rrit një sukses të jashtëzakonshëm për futbollin kosovar në përgjithësi, por normalisht edhe më të madh në aspekt individual, mbrojtësi më i miri i Serie A. Kur ke shku në Torino para 5 vjet e gjys, a e ke menu ndonjëherë që një futbollist kosovar brenda kësaj periudhe mundet me dal 2 herë kampion i Serie A edhe me u shpall lojtar mbrojtësi më i mirë? Me të vërtet, je aty e një nivelin, çfarë do të thotë kjo për Amirin personalisht edhe për futbollin kosovar në përgjithësi? Bravo, unë se luj këtu e një levelin i përcjellë shumë nivelin talis, veç duhet na për me si e kena lojtar që luajmë bashkë, kolegë të kombëtares, edhe që kemi si shok Amirin si vëlla, muna veç me jep komplimente sepse ka bën një sen që është shumë i vështirë. Mas bori më bë kampion një herë në Itali, është një sen shumë i vështirë. Pastaj do të më di që Amiri çdo lojë e lund titullar. Ka fitu dy titull Serie A. Më bë veç e ka merituar dhe halal i kohë sepse nuk është një sen i lehtë, ka ndru trajnera, nuk mundesh më thonë se ka pas veç një trajner edhe që ato i ka shku mirë, ka ndru trajnera. Ka lu gjithmonë, ka pas paraqitje, ka lu Champions League. Edhe besoj se Amiri shumë respekt për to dhe ka tregu se edhe lojtarët që janë të Kosovës mund me arritë sene të mira. Mergim, përveç Amirit aty është edhe Aro, pak kohë më herët, një 3 javë më herët e kemi pas në podcast edhe Aron, edhe kur ka fol për ballit me lojtar tjerë të ekipit kombëtar, e ka vënë bashkë personal me Edonin, se s'ka me mujt Edonin me shënu gol, po ka thonë që më shumë ka dëshirë me të mposht ty se i keni mujt verës në kup, i mujt të prap. Çfarë loje ke ajo? Po vete tash, vete Aron tash, a? Vete Aron tash. Ja, dhe kemi lu kundër ty në Karon. Veç priti shumë mbrojti mjaft mirë. E pata super pritjen në tentimin e Nikopasit. Po, vërtet mbrojti mirë edhe u takun para loje edhe kem offer sepse unë kesh kapiten edhe ai portieri kem offer edhe më boni kam mbrojt si me kon loja jam e fundit. Tashani hajt mos tani se të kallzon Nikopas. edhe fitum më vëdin, edhe thash nëse jepi gol ka marrë para teje edhe kam ta vu Shqiponin para fytyrit. E keni buni Shqipon para lojës bashkë? Boni Shqipon po para lojë bashkë, ja kemi ndru ndresën, ama e disha. Dallimi i kualitetit të skuadrave. Po, e kemi besoj se mas 2-0 ka qenë loja e mposhtur edhe shqyqyr që kam pos Aron sepse ka mujt më krye edhe më shumë. Ama e vërtet që Aro është të bo një punë shumë të mirë atje në rolo edhe ati halal i kopë sepse nuk është kampionati Serie A nuk është lehtë. Në këtë pjesë të fundit po flasim në mënyrë pak më të relaksuar, e përmendëm më herët momentin kur ke shënu gol me Komën, ka qenë kundër Veronës, më duket. Ke pas familjarët në tribun, a do me tregu në gjarën që ka të kanë thonë se lojën e ke nisë prej bankës? Po kemi pas se një ditë para lojë nuk kemi shku në hotel, sepse normal gjithë një ditë para lojë shkojmë në hotel, ama kur e kemi lojën në mbrëmje, domethënë 8:45, na lën trajneri në shtëpi. Edhe erdhën prind me motrat me fëmijë me krejt, me kallallak, edhe më bën boba kime lu, thash, i nesër jo. Ç'është kime lu janë orë motrat me të këshirë.
Tash ani po pret çe po thirrë trajnerin, po i thami ordë motra. Që me lujtë në armodrat me të këqyra. Tha që s'ke me lu janë orë qikat, thash po ani që po thirrë, po i tham vështirë me lu si janë orë qikat në këqyrë. Edhe Abdin me të marr parasysh se nuk e menojnë njëjtë këtë fort Abdin, edhe pastaj shoqër hina jep gol edhe ja dedikova. Au gzun mane, edhe prende dhe motrat edhe krejt. Po pastaj gzun tani më masloj kur janë në shpërmë bani. Mami është çdo 12 minuta si e lodh edhe jep gol. Me mujë. Mami. Mirë e tregove këto nuk po të pyes për atë tjetrën me që të ka ndodhur në ashensor në Shqipëri. A do me tregu ato ajo? Kur ke luajtur me Unistanisha të Shqipërisë? Ato që A? A e marrën? Kur jam kon, po unë me ata kur jam kon në Shqipëri, unë nuk e kuptoj ata që folin në dialektin e tyre edhe po ma ban shumë left edhe në internet po ma ban aki vop. Edhe unë Aki vop. Po, aki vop. Unë se di të që edhe gjo vop thashajt po i thami jo. Vden? Edhe tani për me ishte në xet. Unë se disha që vopi vjen në xet. Po. Tash ku pa në xet ti këto thash. Dhe më qyrë në boni, leo pa qek. Edhe që shtoj, jam më ka të krejt dhe janë dek të keshtë, sepse e vërtet nuk e disha që është vop, edhe unë e pastaj i thash, është më zedë për këto, edhe pa të veta... Pse i the jo kur tha, pse i the jo kur tha aki vop? Qysh? Pse i the jo kur tha aki vop? Po se kuptova që është vopën, e thash... Atë ishe, mi thonë po the ma lyp, më thota ma. Mi thonë po, o më furë në i sanë tjetër ma shumë. Thash, ajtë ju të prej qëto tani për me, a ju nalë, po tani unë i thash, po kam dzet, po thash, veta aki vop, thash, ju dhe, thash, qafë të thamë të gëj. Edhe të shtë... Mergem, faleminderit shumë. Do të forta. Faleminderit as mi tregojnë këtu mirë është. Faleminderit shumë, të urojmë shumë sukses me Komën, edhe më shumë me Kosovën edhe shpresojmë që në mujt një vim, ëndra që e përmende, ëndra më e madhe futbollistike që e ketë edhe besoj secili prej nesh, secili qytetari i Kosovës do të realizohet edhe do të jemi së bashku në botrorin e vitit 2026. Shpresojmë, faleminderit shumë barem për teja dhe kisha pas qef me bëni dedikim për ty, sepse jeni njëri, jo se e meriton, jeni njëri, e ban shumë një punë modhe, ama që shidhën shadow. Faleminderit shumë. Nuk që shumë njerëz nuk e din, edhe na lojtarët se jemi këtu, se kemi provoj me team menaxhera këtu në Itali, me direktora, jeni një më të mirëve se për me e kum po. Edhe respekt për ty, edhe respekt për çaj jep kombëtare, se jeni janë si kontribon saq ne se jemi në fushë. Shumë faleminderit Mergim. Të urojmë shumë sukses edhe ty, gjitha të mirat dhe takohemi së shpejti. Faleminderit. Faleminderit shumë. Hajde. Forca Kosova. Shikues nderuar, ndoqëm bisedën me Mergimin. Faleminderit shumë për vëmendjen. Vazhdoni të shikoni dhe të përcjellni podcastin e Federatës së Futbollit të Kosovës, sepse rrëfime të tjera interesante dhe ekskluzive do të sjellim kryesisht nga ata që janë protagonistë në fushë, por edhe nga njerëz që e mundsojnë zhvillimin e futbollit në këtë nivel në Kosovë. Faleminderit dhe mirëmbëjtje.